Obori i shkollës fillore Ismail Qemali u shndrua në një treg të vogël humanitar, ëmbëlsirash me çmim simbolik prej 10 deri në 20 denarësh të përgatitur nga vetë nxënësit ishin ndër produktet më të kërkuar nga vizitorët. Nxënësit e emocionuar dhe plot energji u shprehen se kjo është një ndër ditat më të bukura për ta dhe njëkohësisht ndjehen shumë të lumtur kur shohin një numër kaq të madh të njerëzve. Ky aktivitet në bashkëpunim me Kryqin e Kuq bëri bashkë të gjithë fëmijët që ta ndihmojnë njëri tjetrin për një qëllim, që të gjitha të hollat e mbledhura të shkojnë për fëmijët në nevojë. Unë kam emrin Andra. Çka ke përgatitur sot? Unë bombica. Mami. Ç'po po kalon sot? Shumë mirë. E për çka ke përgatitur? Për ato si kanë nevojë dhe për Kryqin e Kuq. Kam përgatitur puding me plazma dhe shumë të mira janë. E kush ndihmoi mi përgatit? Mami. E për çka jeni të përgatit këto? Për ato që ka nevojë. Ëmbëlsira. Për çka? Për me shitur. E kush ka përgatitur sot? Çka ke përgatitur? Kom bërë puding me fruta mali. Unë organizova që ta bëj trileqe për të tjerët dhe të ndihmoj. Kush ka ndihmuar me përgatit trileqe? Mami. Kush po kalon sot? Unë kaloj shumë mirë tash. A e kishi trileqe? Po. Bravo. E për çka e keni përgatitur? Për çka e keni bërë këtë organizim? Për që të ndihmoj tjerët dhe të hajnë. Unë jam t'i sill të donaca për mi bë parë. Jam nga shkolla Ismail Qemali. Cila klasi? Klasa 3. E për çka e keni përgatitur? Ne e kemi përgatitur këtë për Kryqin e Kuq. Çka ke përgatitur? Unë kam përgatitur dredhza me çokoladë. E ç'po kaloni sot? Ne jemi të kaluar shumë mirë. Kom bërë kështu fruta që janë shumë të shëndetshme për tjerët edhe shumë të lëngëshme. Unë kam përgatitur torte me puding. Kadajf. Kush ka përgatitur? Mami. E për çfarë e keni përgatitur? Për fëmijët dhe për Kryqin e Kuq. Ne kam përgatitur pankeke dhe 2 lloj bombica. Edhe i kam për të gjithë fëmijët. Edhe më kanë ndihmuar mami. Unë ku përgatit kifle dhe ku ndihmu mamin. Ç'është kom përgatit? Kush ka përgatitur? Mami. E për çka e keni përgatitur? Për të Kryqi Kuq. Kam përgatitur petlla. Gjysha. Për të dhënë njerëzve ushqim dhe t'i mbledh fare t'u jap atyre njerëzve që kanë nevojë. Kam përgatitur waffle dhe çaj. Me ka kush ka ndihmuar me përgatit? Mami. E për çfarë keni përgatitur këto jo? Kena përgatitur për çilve fëmijëve me ndihmuar e na t'u mbledh fare edhe. Bombica me kokos dhe çokoladë. Kush ka përgatitur këto? Mami. Këto i kena përgatitur sot pazari. Ç'po kaloni sot? Shumë mirë. A keni shit po? Kena shitën, po. Unë përgatit këthim, që ka po themrin? Bombica, me kokos. Unë jam klasa e 3-4. Unë jam të mësusja Hyria. Gorabia. Mami. Unë jam të ishit këto gorabijat. Janë të shumë të mira edhe janë shumë lira. Sa pare keni një? Veç 10 denar. A kishit? Po, shumë kemi shit. Sa pare keni fitu? Kemi fitu 200 denar. Pazari ushqimor është shumë i mirë dhe kena me fitu plot pare. Dhe ne jena klasa 3-4. Unë po shishina donalca. I kum shin nga 20 denar. Bravo. Sa pare keni mbledh? 300-400. Unë shiti donalca janë 10 denar. Edhe janë lira, edhe janë të ëmbëlla. Kam shit kështu. Po keka jam klasa e 3. Pankeka. Për çka po ke organizim?
Për njerëzit që nuk kanë, kom përgatit të rileqe dhe kifle. Mame. Mirë. Sa të vite që i kishin? Si? Sa të vite që i kishin? I kom pas 4. Jo, 8, tani i kom shqitë një 6. Sa pari i ke bërë? Për mu veç mi ka dhënë 500. Torte me spanaka. Sot kam përgatit mini hamburgera me ngjyra të kuqe dhe të kaltët edhe gurabia me reçel. A i kishin krejt? Po, ja, i kam shit. Sot po shesi burek me gjiz dhe me mish. Unë sot jam të shitur patate dhe të pjekta si top dha edhe shumë pare jam të bo. Ama shumë jam i lundër që jam në kamerë. Ma vjen shumë mirë. Sot kom marrë që të shes në pazar. Unë për vete kom marrë që të shes kom marrë disa pankeksa që jam duke i shitur nga 10 denar dhe disa palacinka që për i shes nga 20 denar. Unë jam klasa e 4. Klasa e 4 të sot kom shitur mantia nga 10 denar. Sa pari i ke fitu? Afër 500 denar. Tu kam shitur si që po shifet kifle dhe sandviqa pa gluten dhe disa torta të vogla. Kam shitur dhe pankek, una i kam bledhur rreth 450 denar dhe gjëja që më ka pëlqy mas shumë të sot është sepse këto pare do të qenë tek njerëzit me nevojë. Në bazar kam shitur disa gurabia me Nutella që ishin 20 denar. Kam ledhur mbi 200 denar. Unë sot kom shitur 10 denar një bombit. Sa pari? Gjithsej denari kom fituar 357. Sot e kishim një detyrë që duhet të ndihmojmë të varfërve, ta bëjmë si një treg dhe të gjitha ato të hollat ne t'i dërgojmë për ato njerëzit që kanë nevojë. Unë sot kam shitur disa buzheteri, të gjitha që i kisha nga 30 denar. Sot kemi bërë një aktivitet shkollor, klasat të 3-ta dhe të 4-tat, që u deshte me shit ushqime për kryqin e kuq. Dhe unë kam bërë pankeka. Sot kam bërë disa palacinka dhe lokuma. Tja ke aktivitet që e bani në shkollë? Po. Që të përqenë më shumë? Po mua më pëlqen të bëj këtë pazarin. Sot kemi bërë një pazar dhe këto e kemi bërë për kryqin e kuq. Bravo, që ke marrë? Unë kam bë gurabia. Kam përgatitur në krofne. Sa pari i kishin? Shumë. A të përqenë ke aktivitet që e bani në shkollë? Po shumë, jam kënaqur. Po kalon sot. Shumë mirë. I kam su skate krofnet. Kam marrë ndo cupcake dhe mi kam blerë krejt. Tash më kam betur edhe pak kështë ka jemi do kifle diçka, të krejt jam mirë. Sa i kishin? Këto 20 edhe këto ishin 20. Ama krejt janë në shitur. A të përqenë ke aktivitet që e bani? Shumë, çdo vjet shumë. Kënaqem, po çdorën me qef shkoj në shkollë. Sot kam përgatit hamburgera të mini sandwicha me ngjyrë roz dhe muffins. Aha, sa i kishin? Plot, vetëm edhe 2 muffinca më kanë vetë pa shitur. A ju përqenë ke aktivitet që e bani me Po shkollë? shumë. Jam i gëzuar shumë që kam marrë pjesë në këtë dhe nuk e kam prit që sa shumë njerëz se kanë me pëlqyer këtë ushqimin e tem. E për çka e keni organizuar këtë? Për kryqin e kuq. Sot kam përgatitur waffles. A i kishin? Po vetëm edhe 4 më kanë betë. Këtë kanë betë. Sa pari i ke fitu? Sa i kishit një? Një 20 denar. A të përqenë ke aktivitet që e bani me ndihmu shkollën? Po kjo aktivitet më pëlqen shumë se është i paharruar, shumë i bukur. Gurabia me çokoladë. Mami jam. A të përqenë ke aktivitet që e bani me shkollën? Po, më pëlqen shumë. Shumë mirë. Qa ke përgatit? Kam përgatitur cupcake-a. Sa i kishin? Se kam shit. Një 5 sopa. Kam përgatit
Politika prej limonit. Sa i ke shqipë? 20 denar. Ju pëlqen kjo aktivitet që e bani në shkollë? Po. Kam përgatitur bombica. Aha, sa i ke shqipë ca bombica? I kom shit 7 sopa, plot. Unë kam përgatitur 30 petulla dhe i kam shitur të gjitha. Më fines. Pëlqen kjo aktivitet që e bani? Pa. Përgatitur bombica. Sa i ke shqipë? Sot i kam pasën 20 bombica. Pëlqen kjo aktivitet që e bani në shkollë? Po. Ne kom përgatitur në simit me vishla dhe kjo procedurë ka shumë mirë gati kum shit kejt. Pëlqen shumë aktivitetet që kena bo sot. Unë për sot kam përgatit një puding me lule shtrydhe dhe biskota. Shpresoj që t'ju pëlqejë të gjithëve që e kanë shit. Kemi pas shitje të mjaftueshme. Unë e kom përgatitën waffles me aerokrem edhe me drelza me sprinkles. Kemi mbledhur shumë pare. Unë e kam përgatitur bombica janë shit shumë shpejt. Dhe unë po gëzona që për ditën e parë kështu. Unë ka përgatit këse. Pëlqen kjo aktivitet që e të shkollë? Po. Për çka jeni të? Për çka jeni të shqipë? Bombica. Sot kam përgatit tacos. Mësimdhënësit dhe aktivistët e Kryqit të Kuq theksojnë se përgatitjet zgjasin nga 2 deri në 3 muaj, nxënësit kanë shumë dëshirë të marrin pjesë në këto aktivitete. Shkolla fillore Ismail Qemali, çdo vit domethënë bashkëpunojmë me Kryqin e Kuq, që i kemi projektet në lidhje me këtë organizim, domethënë organizohet me bazaro. Projekti domethënë si zakonisht na merr ko 2 muaj, afërsisht 3 muaj derisa bëhet përgatitja. Nxënësit domethënë kanë shumë dëshirë të marrën pjesë në për këto aktivitete, sidomos në bazaro. Grumbullimi i ushqimeve domethënë mbledhen nga prindrit që e marrin këtë aktivitet shumë pozitiv, shumë me dëshirë, me qejf. Dhe njëkohësisht edhe ne si arsimtare domethënë kemi bashkëpunim shumë të ngushtë me prindët, me kolegët, me nxënësit që ndahen shumë të kënaqur prej neve. Që vitin e kaluar ne kemi shfrytzuar domethënë për blerjen e librave, lektirave në bibliotekë, domethënë të hollat janë shfrytzuar për shkolla. Janë bashkëpunues edhe prindërit me këtë pjesë? Po, janë bashkëpunues shumë janë. Shumë janë edhe janë të kënaqur pse marrim këto aktivitete. Organizimi i sotëm është në bashkëpunim me ne nxënësat të Kryqit të Kuq të shkollës Ismail Qemali dhe Kryqin e Kuq. Ne mundohemi që fëmijët të bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe të kuptojnë që ata duhet të ndihmojnë të gjithëve edhe të kalojnë çaste të bukura gjithashtu. Është e lehtë të bëhet? Jo, shkolla jonë çdo vit bën bazarin si kështu. Po sa janë të kënaqur fëmijët? Të gjithë fëmijët kalojnë shumë çaste të mira, po edhe ne kënaqemi kur i shohim ata. Kemi organizuar për Kryqin e Kuq dhe që me shit dhe me mbledh pare për donacione në njerëz me nevojë. Është projekt që kemi organizuar prisit Kryqit Kuq, që kemi edhe të 2 muaj, domethënë edhe kemi bë hallka që kemi bë vet, kemi bë ushqimet prej në shtëpi. Domethënë 2 muaj gati na ka shku për këtë projekt. Ky aktivitet dëshmon se edukimi nuk është vetëm dije, por përgjegjësi dhe gatishmëri për të qenë pranë atyre që kanë nevojë.